me një front, me një zonë mbrojtje, me një kapacitet forcash të armatosura. Kush ishte më i fortë? Unë apo shteti në Tiranë? Në më thonë, nuk duhet marrë lehtë një komandant. Sepse komandanti ka... Është ai që ka rrjedhën në dorë. Unë kam patur parasysh për veten dhe për gjithë komandantët një parim të shkruar nga Sun Tzuja para 2500 vjeç, i cili thot: generali detyrën e merr nga mbreti, por pasi merr detyrën nuk e pyet më mbreti. Kjo ka shumë rëndësi të dihet në frontet e luftë. Vërtet detyrat komandantët e zonave i merrshin nga shtabi i përgjithshëm. Por pasi merrshin detyrat, ata ishin komandantët. Dhe në fund luftës po e zëmë, Ramush Haradinaj ka pas 8.000 luftarë. A tjetri 5, a tjetri 7, a tjetri 9, a tjetri 6, s'ka rëndësi sa. Tani, a ish letë me i thënë këtij komandantit, bëj kështu si të them unë? Si bëj kështu si të them unë? Në luftë bëj kështu si të them unë? Po kokën nën satër e kam unë me ushtarët e mi, dhe di unë ku shpëtoj, ku vdes, ku fitoj, ku humbas. Se unë jam në ballafaqim me terrenin konkret dhe me armikun konkret që kam përballë. Atëherë si do të merren vendimet në emrin tim, diku tjetër, pa t'i gjon fare? A ka normalitet në këtë rast? Në absolute, komandantëve u duhet kërku shumë llogari, këtë duhet atin të gjithë, ata që se kanë provuar, u duhet kërkuar shumë llogari, duhet kërkuar të jenë shumë të disiplinuar, por pasi ti kesh përvelu. Përndryshe, me komandantët, është për vështirë të merresh vesh. Komandantin mund mos e vesh komandant, po pasi e ke vënë komandant, është vështirë të merresh vesh me ta. Sepse ai do bëj atë që atij duket më përshtatshme për të realizuar misionin për cilin është vendosur. Pra mund të themi që atë që krijoi shtabi, pra nuk e kishte në kontroll pastaj? Jo papa, në kontroll nuk mund të thuhet kështu, sepse fjala vjen. Në Shqipëri ka një kushtetut. Në asaj kushtetute i ndërshtrohen të gjithë. Tu shtrohet problemi për marrëdhënie të drejtë për drejta midis institucioneve. Nuk shtrohet problemi i zbatimit të ligjeve, i zbatimit të hierarkisë. Po në marrëdhënie të drejtë për drejta. Ja, merreni veten tuaj, ju jeni djalëri, po të ishit juve, ja si ju kanë qenë ata komandantë. Ja, identik si ju kanë qenë. Ndoshta në njëri edhe më i ri. Merrni veten tuaj, tani jeni komandanti një zone. Merret një vendim për të shpërbërë ushtrinë tënde që ti e ke në komandë. Pa të pyet ty fare, pa të marrë mendim, pa u konsultu me ty. Si të duket? Zoti, a quhen normale? A do revoltohesh? Po pikërisht kjo do dal tani që të lutem për ta bërë më konkreta, duke qenë se kanë kaluar kaq shumë vite, edhe ajo që tregoni dhe ju ndiqet edhe me shumë interes për atë periudhë. A mund të tregoni një episod që edhe ju vetë nuk jeni bindur në një urdhë që mund të ketë ardhur, 1 ose 2-3 episode? Që u ka ardhur urdhë nga lart që është kështu, por nuk jeni bindur. Shikoni, për shembull, unë ju përkas atyre lloj komandantëve që